Po mirë, shiko, nuk është ky mendoj problemi që pse mund të shpëtoj një person, sepse dëgjoj vazhdimisht që ngrihet kjo si problematik. Është Unë e dëgjoj dhe disata, është e disata për spawn. Berisha e ka listuar të paktën. Nuk po hyn politik, po thjesht po referoj. shiko, dua të flas jashtë problematikës, jashtë emrave. Pra, duke munduar që edhe ju t'jeni në rolin e punonjësve të drejtësisë. Rasti se një përfaqësues i organeve të drejtësisë i cakton mas sigurimi një personi, arrest në burg, nuk mund të kemi kur një kompromis mes tyre. Se masa e sigurimit arrest në burg është masa më e rëndë dhe ky person nuk mund t'i shpëtojë dot arrestimit kapje. Si rregull është pothuajse pamundur. Shumicën e rasteve këta persona do të kapet një ditë, sepse dënimet do jenë të ashpra. Në këtë fazë të gjithë personat prezumohen se janë të pafajshëm. Pra, janë caktuar masa sigurimi, nuk kemi vendime dënimi, kemi vetëm masa sigurimi për shkak rrezikut të ikjes jeta tillë dhe sigurimit të provave. Pra, drejtësia prezumohen se janë të pafajshëm pavarësisht se mund të arrestohen, të keni qartë. Por të qëndrojmë kësaj. Pse ka ndodhur kjo situatë që një pjesë e personave nuk janë kapur? Të gjitha versionet mund të ngrihen, por nuk mund të themi që është faji organeve të drejtësisë. Si rregull ne kemi parë që shumë persona që janë fshehur, janë kapur edhe pas 20 vjetësh. Dhe fshehja, largimi është një barë shumë e rëndë për atë person, për familjen e tij. Sado kushte ekonomike ose situata të ketë, ai krijon pasoja, krijon një stres. Por që t'i kthehem te kjo, pra të ta përfundoj. Momentet që një përfaqësues i akuzës cakton mas sigurimi, arrest në burg një personi dhe ka vullnetin që çështjen ta çojë për gjykim, unë nuk e çmoj kurrë si kompromis, sepse në fund fare do kërkoj dënimin e atij personi dhe nuk ka çfarë të kompromisit të bëj më me të kur mund ta dënoj. Flas për punonësit e prokurorisë, po edhe të gjykatës. Por tani a ka rrjedhje informacioni? Pse do ta marrim ne që kemi rrjedhje informacioni këtej nga Shqipëria? Se gjithçka do të implikohemi ne. Ne nuk e dim. Ju mendoni që ka rrjedhje. pra nuk po jashtohet që mund t'i kesh rritë te takulat edhe me ata në Adriatiku dhe informacioni mund të ketë dalë andej. Ne nuk e dim. Fakti që është shvendosur sepse dosja do ketë ardhur më njëherë. Dosja është dërguar në sekretari, ai është dosje është fotokopjuar, më pas është çuar në gjykatë që është kërkuar masë sigurimit, është mbajtur disa ditë nga gjykata për vetë kompleksitetin e çështjes që është çmuar, çdo emër, çdo person ka atë që quhet individualizimi i masës së sigurimit, ka përgjegjësinë e vet. Dhe kjo ka marrë kohë nga gjykata, pra nuk është se janë veprime që kanë ndodhur për 2 ditë. Në gjithë këtë që listuat zoti Beko, lutem më thoni dot parafërsisht në parim, sa veta e marrin janë në DNI për një mas sigurimi, në një rast të tillë analog për një dosje që vjen e zëm nga Belgjika ose nga Hollanda. Pra po të mos u ndalur vetëm te rasti konkret. Sa veta? Po, nga momenti që dërgohet dosja deri tek që shkon për ekzekutim. Masa e sigurisë. Numri i personave mund të jetë relativisht i madh, sepse numër të madh personave ne kemi në atë vend që janë kryer hetimet. Pra kemi një numër pafundësh prokurorësh, oficerësh të policisë gjyqësore, sekretarësh që kanë përpiluar dosjet, po ndofta informacion që mund kenë marrë edhe avokatët e personave të cilët kanë qenë nën hetim dhe janë arrestuar, sepse siç del nga informacioni i dhënë, dosja ka disa vite që hetohet. Dhe ne duhet dim që hetimet bëhen me veprime proaktive, me veprime më të ndryshme, por edhe me bashkëpunëtor të drejtësisë, me persona të ndryshëm që janë kapur dhe që këta kanë folur për emra. Dhe është e pamundur që pra të kanë nisur që këtë problemi që të mos jenë vënë në DNI persona të ndryshëm që ti jenë nën hetim pasi siç thot populli ka dalë emri. Plus pastaj që materiali është sjell në rrugë gjyqësore nëpërmjet kanaleve diplomatike që besoj nuk është e vështirë të rrjedhë dhe më pas ka këtu duke kaluar në ekspertë të ndryshëm, punonjës, specialist, mund të jetë bërë një filtr atij sepse janë parë, është bërë ndonjë kërkim, është bërë ndonjë verifikim i brendshëm. Pra numri i personave mund të jetë të paktën vetëm punonjësve të drejtësisë mund të jenë 30-40 veta. Plus edhe personat andej që është punuar, pra, sepse andej ka ardhur materiali. Pra është kapur një person me lëndë narkotike, po themi ne, dhe ai ka thënë se kush e ka dhënë.
ky tjetri ka nxjerr një tjetër dhe kështu ka vazhduar një zinxhir derisa mund të keni marrë të kemi ardhur tek ema themelor. Dhe kjo e dhënë i shkaluar këtyre personave, pra keni kujdes. Dhe fshehja nuk ndodh me një herë. Fshehja mund të vinë për një periudhë kohe të gjatë. Pra një person që di që ka një problem rrugë. Dhe staj shumë do likohen shumë gjëra. Zoti Beko, tek rasti është arrestuar një avokat. Ende nuk e dim konkretisht për çfarë, por një avokat mund të arrestohet për ndikim përveç se për korrupsion, sepse ka disa dhëna që mund të jetë arrestuar për ndikim, po ndikim si ndahet korrupsioni nga ndikimi në këtë rast? Ai avokat është. Ka diçka që nuk shkon këtu? Fakt ky është problemi i ligjit, bë një diskutim të vogël. Janë dy vepra penale të ndryshme, të cilat janë nështruar shumë debatit juridik. Korrupsioni është ajo që nuk kuptoni, është marrja ose dhënia e shumave ose favoreve të ndryshme për kryen ose mos kryen në një veprimi nga një punonjës i shtetit ose i drejtësisë në mënyrë të kundërligjshme, ndërsa ushtrimi i ndikimit është ajo që ta them në gjuhën popullore roli i sekserit. Pra kur dikush i thot dikush, shiko, dikujt që ti do ta bësh këtë sepse në rast se ti e bën këtë do kesh të favor. Pra i kërkon ta bëj diçka. Është një vepër çik abstrakte, nuk realizohet me veprime konkrete dhe nuk kërkon domosdoshmërinë finalizimin e kryerjes së veprimeve konkrete, pra dhënien ose marrjen e shumës në fjalë. Pra mund të kryhet edhe me një bisedë të thjeshtë që dikush mund ta bëjë në telefon dhe kjo vepër të quhet e konsumuar. Fakt ky është problemi që është ngritur shumë rast në juristëve, sepse një vepër penale nuk mund të konsumohet në një bisedë tavoline dhe pa ardhur pasoja. Pra po them që pa u dhënë shuma e paras. Ajo pyetja e drejtë që kryhet ju, sepse ka një paqartësi për këto dy figura të veprës penale. Por që ligji kështu i ka diskutuar. Ndërhyrja, bërja e rolit të sekserit, po them. Kjo është në gjuhën popullore, ushtrimi i ndikimit të palishëm. Pra që ti kërkosh dikujt që të bëjë diçka dhe pastaj të operohet në forma të tjera. Pavarësisht e bën, se bën, ja jep shumën ose. Por që për avokatin nuk ka një informacion të saktë, do që ka qenë një avokat me reputacion, i përgatitur, e kam njohur, dhe me thënë drejtën më erdhi shumë keq që është ndodhur në këtë situatë. Tani këtë operacion